Manastir, o qyteti i alfabetit, shkronja të bukura në ke dhuruar, shkronja të bukura me shkronja shqipe, alfabetin ton në ke zbukuruar. U hap drita e kongresit në urtësi, nga shoqëria e bashkimi në Ilirit, nëntori, muaj festave kombëtare, çdo fëmijë e pajisë me abetare. Mitat Prashi e Gjergj Fishta, në 22 nëntor agoj dita, Luigi Gurakuqi e Ndre Mjeda, në kongres për shkëlqeu pena. Alfabeti sot lexohet e shkruhet, me shumë dinjitet ajruhet. Me këtë alfabet shkruan për sheva, shkruan e lexon malësia e përveza. Alfabeti shqip në zemrat tona, në institute e në përshkolla, më garitarët në Gjerdan Radhiten, lulëzën shkronjat, lulëzën gjuha shqipe. Dimension të identitetit dhe qytetërimit. Jeta dhe veprat e Abat Prendoqit përbëjnë një ndër kapitujt më të rëndësishëm të historisë shqiptare. Ai ishte një urë mes Shqipërisë së traditës dhe të së ardhës. Një rilindës i vërtet që punoi me zemër, me mendje, për të ardhur ditë tek fjala më e shenjtë e kombit tonë. Shqipëria e lirë. Le ta kujtojmë me nder, le të mësojmë nga shembulli i tij, le të jemi të denjë për atë trashëgimi që ai na la. Gëzuar 22 nëntorit, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe. Rrov gjuha shqipe, themeli i identitetit tonë. Alfabeti i gjuhës shqipe është shkruar që vjen të kaluar dhe kaluar. Gjuha shqipe është ëndra që na mbas bashkë. Në ditën e alfabetit, ndërmjet ata që na ban vend për të shkruar ëndrrat shqip. Të mbrosh gjuhën është të mbrosh veten. 22 nëntorit na kujtojnë se fjala shqipe është fitore, sakrificë dhe dritë. Fjala shqipe janë dritë që nuk shohen, brez pas brezi. Gjuhën marrë nga manet, detyra jonë është ta flasim me dignitet. Fjala shqipe u bashkua përpara se të bashkojë toka, dhe kjo është mrekullia jonë. Në fakt që ruan gjuhën, ruan shpirtin. Shqipja është dritare nga pushojnë botën me emrin tonë. 22 nëntorit është festa e mendjes, që u bë dritë dhe dritës që u bë identitet. Gjuha shqipe është atë që në bëjmë brenda vetes kudo që jemi. Alfabeti ynë është tremim i dijes njëntarit. Çdo shkronjë e alfabetit shqip është një gur themeli i identitetit tonë. 22 nëntori është dita kur alfabeti ynë mori zë dhe kombi ynë mori dinjë. Me 22 nëntor nisi epoka e fjalës së shkruar shqip, epoka e ndërgjegjës kombëtare. Gjuha është flamur që valvidet në zemër. Shqipja shprehja për ngjarjet e brezit të ri. Shqipja është një tesar, i vogël në formë tingësh, por i pafund në shpirt. Alfabeti ynë është pasuria që se prej kur varfëria. Alfabeti shqip është harta jonë shpirtërore. Shqipja është kujtesa jone e përbashkët, libri më i vjetër dhe më i çmuar i identitetit.